Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me në zgjedhjet lokale në Kosovë 2025. 2 ditët e fundit fushatës në debat për një me në platformën e vetme televizive që realizon debate mbi standardet e fact-checkut apo verifikimit të fakteve, kemi vendos me ja dediku kryeqytetit me 2 debate, jo me një. Prishtina është zona më e madhe urbane për të cilën në 4 vitet e ardhshme merren vendime shumë të rëndësishme, të cilat e ndikojnë zhvillimin e vendit, jo vetëm zhvillimin e Prishtinës. Për këtë arsye, debat për një me ka vendosur që këto 2 debate të flasë për kryeqytetin. E në edicionin e parë në studion e debat për një me i kemi ftu përfaqësuesit e listave të partive politike që garojnë për asamblen apo kuvendin e komunës. Ndërsa nesër i kemi ftu në përballje finale të gjithë kandidatët për kryetar të Prishtinës. Asambleja e Prishtinës në mandatin e saj ka për obligim me miratu planin zhvillimor të kryeqytetit, shumë e rëndësishme. E bashkë me këtë, duhet me i miratu edhe hartat zonale, krejt to çështje për cilat kemi folë në komuna tjera, po në komunën e Prishtinës, specifikisht, kjo të varet shumë prej asamblejistave, jo vetëm prej kryetarëve të komunave, sepse shumë shpesh kryetari komunës në Prishtinë tradicionalisht nuk e ka shumicën. Ndoshta do ta ketë, po në secilin rast të gjithë asamblejistat duhet me marrë vendime. Për vendimarrjen e asamblesë do të përcaktohet qartë se ku do të ndërtohen banesa në atë plan, ku do të jenë hapësirat gjelbërta, ku do të ketë më shumë trotuare. Për këtë arsye, nga të gjitha partitë politike që garojnë për kryeqytetin, ne i kemi ftu kandidatët që janë të parët apo të dytët në listë, bartës apo numër 2. Në partinë ku i pari në listë është kandidati, e kemi ftu të dytin me radhë. Në këtë vendim e kemi marrë pasi që të parët e partive i kemi në debatin e nesërm. Po shkojme njerë të ftuarin nga listat për asamble, sipas renditjes alfabetike, janë Besjan Musmurati nga PDK, Drilon Pireva nga PSD, Endrit Zabërgja nga Nisma, Ganimete Myftiu nga Alternativa, Gzim Sveshla nga Lëvizja Vetëvendosje, Djeton Mehmeti nga Guxo, Qëndresa Emini nga lista Prishtina në dorën tënde, edhe Sokola Volli nga LDK. Mirë se keni ardhur. Po fillojmë me juve, Besjan, 2 minutat e parë janë për platformën e përgjithshme, çka do të bënin 4 vitit ardhshëm nëse zgjedheni në këtë rast edhe në asamble, edhe nëse nuk jeni në udhëheqje të komunës. Faleminderit shumë jeta për ftesën, kënaqësi e madhe me qenë sonte bashkë këtu. Atëherë ne këto zgjedhje po garojmë me Partinë Demokratike dhe Uranus Ismailin me një program që e kemi quajtur 5 zgjidhjet për Prishtinën. Jemi fokusuar shumë në zgjidhjen e problemeve bazike në Prishtinë, sepse mendojmë që qytetarët e Prishtinës nga vizitat tona nga lagja në lagje në këto 4 vitet e fundit e kemi pa që prej Kodrës, Trimave, Kolovicës, Hajvalis, Bregu, Diellit, Ulpianës e kështu me radhë, problemet me cilat ballafaqohen qytetarët sot janë probleme bazike. Pra, kudo që kemi shku, kemi pa që gjithë qytetarët janë shqetësuar prej sulmeve të qenëve endacak, prej kontenjerëve të stërmbushur me mbeturina, prej mungesës së qerdheve, prej papastërtisë në shkolla, e prej shumë problemeve të tjera bazike të cilat i kemi. Prandaj edhe platforma jonë për zgjidhjet për Prishtinën është e tillë që i adreson problemet bazike që i kemi. Mendoj që në këto zgjedhje qytetarët e Prishtinës i kanë dy zgjidhje realisht. A do të votojnë për dikë që mendojnë që kam ja zgjedh problemet bazike të cilat i kanë, apo do të votojnë për projekte megalomane të cilat e kemi pa që tashe sa vite nuk po munden me u realizu asnjëherë. Kështu që ajo se çfarë ofrojmë ne në këto zgjedhje është një
platforme zgjidhjeve të cilat i zgjidhin problemet e menjëhershme të cilat i kemi dhe pastaj do të fokusohemi edhe në vizionin më të madh. Ndërsa si asambleiste do të garoj që të përfaqësoj gjitha gratë edhe vajzat e Prishtinës, që të kemi më shumë qerdhe në Prishtinë, që të kemi më shumë përkujdesje për fëmijë, që të kemi shkolla më të sigurta në Prishtinë, si dhe të kemi një platformë ku të rinjt fuqizohen edhe komuna do thotë i përkrahata gjatë gjithë kohës. Pra përkrahas shërbime publike që duhet jenë më të shpejta dhe më afër qytetarëve, garojmë edhe me një platformë që i ndihmon gratë dhe nënat që të ndihen më të fuqizuara, qoftë në tregun e punës, qoftë për përkujdesje për fëmijë ose për tri. Faleminderit, Drilon Pireva, platforma PSD-s për Prishtinë. Fillimisht faleminderit për mundësinë. Ne si subjekt politik kemi hinë këtë garë me i përfaqësu interesat e shumicës qytetarëve. Shohim që çdo ditë në krejt takime që kemi pas në qytetin e Prishtinës, ka pas jashtëzakonisht shumë probleme dhe kryesisht me kostën e jetesës. Ne besojmë që disa drejta janë të drejta esenciale për cilat duhet mu angazhu ne si subjekt, është si e drejta për shëndet cilësor, e drejta për banim cilësor, e drejta për ajër pastërt, e drejta për kujdes social, e drejta për lëvizje të lirë përmes transportit publik. Praktikisht këto drejta duhet të jenë të garantuara për secilin qytetar dhe ne angazhohemi që këto të drejtat jenë pjesë e ekzekutivit komunës Prishtinës. Po ashtu, ne jemi angazhu jashtëzakonisht shumë dhe angazhohemi që ta bëjmë një luftë ndaj spekulimeve të çmimeve ndërtimit, pra të garantojmë banim të lirë dhe qytetarët e Prishtinës të kanë mundësi të blejnë banesa dhe të jetojnë me qira të përballueshme. Pra, siç e dini sot, një pjesë e madhe e shoqënisë tonë, kryesisht çiftet të reja dhe persona që ka nevojë për banim, mirë po nuk janë pjesë e tregut të banimit hiç, për shkak se një pjesë e tyre e kanë të pamundur që në këtë treg, ku kushton një metër katror 1.200 deri 1.500 euro, të arrijnë ta blejnë. Qashtu që dini, paga mesatare në Prishtinë është rreth 650 euro, nëse llogarisim që dy persona punojnë, në një llogaritje shumë thjesht, një logjikë ekonomike shumë thjesht, dikun për të blerë banesë i bjen që të paguaj një ratë për 700 euro në mujore. Këtu... Faleminderit Drilon, këto ishin 2 minutat e parë, Endrit Zabëzja plani nismës për 4 vitet e ardhshme. Faleminderit shumë Jeta, faleminderit për ftesën, siç e dini nisma socialdemokrate ka rënë vetëm në listë për asambleë dhe kam kënaqësinë e krenarin që janë bërë si një listë i cili ofron standardin politik të së sotmes dhe të nesërmes, një listë plotë e cila ka 70% rini dhe 50% gratë që dëshmon në orientimin tonë, për ofrimin tonë, për fatësimin e rinisë dhe fuqizimin e gruas në vendimarrje. Plani jonë është një plan konkret, duke qenë se tash 4 vite kemi qenë afër qytetarëve, duke ngritur çështjet e tyre, kemi parë se më shumë se sa termat apo temat e mëdha në kryeqytet qytetarëve ju interesojnë çështjet konkrete, andaj edhe plani jonë është i fokusuar në rini, në shërbime publike, në sport, në kulturë dhe parqe, si 5 shtylla kryesore me të cilat i kemi edhe idetë konkrete për zhvillimin e këtyre dikasterëve në komunën e Prishtinës. Ajo çfarë duhet të theksojmë patjetër është se këtë mandat kemi vuajtur me blokada politike, kemi vuajtur me një sindrome cila më shumë se të merret me çështjet konkrete, problemet e qytetarëve që hasen që kur një qytetar del nga dera e shtëpisë vet, janë marrur me tema dhe me blokada politike, derisa ne nga nisma socialdemokrate jemi fokusuar shumë që të punojmë në terren dhe çka ofrojmë ne është që si djem dhe vajza të lindur e të rritur në kryeqytet i dimë, njohim mirë hallet e lagjeve tona dhe do të jemi të fokusuar që këto betejë të zhvillojmë nga terreni ashtu siç kemi bërë këto 4 vite. Dhe padyshim se qendrën Dacak, pastrimi i kryeqytetit, parkingjet, qerdhet, ndriçimi, asfaltimi janë çështje konkrete me të cilat do të ballafaqohemi nga terreni. Mirë po në të njëjtën kohë kemi një plan konkret për rini, duke pasur parasysh që Prishtina nuk ka as qendër rinore, është i vetmi kryeqytet në Ballkan që nuk ka qendër rinore. Ne do të fokusohemi në krijimin e 3 qendrave rinore minimalisht, mbështetjen e të rive për bursa studimore jashtë vendit, mbështetjen për subvencionimit për praktika me pagesë për të rinjt dhe shumë çështje të tjera të cilat besoj që do t'i zhvillojmë gjatë debatit. Faleminderit Endrit Ganimete Muftiu, plani alternativës për 4 vitet e ardhshme për Prishtinë.
Faleminderit për ftesën së pari. Jam e nderuar të jem këtu në mesin tuaj, ku zhvillohen idetë për të cilat ne ëndrojmë që një ditë të bëhen të vërteta. Alternativa është hera e parë që po aplikon si kandidate në zgjedhjet lokale, dhe besoj se për këtë temë më shumë ti do të dëgjoni prej Merkur Beqirit nesër në takimin me te, ndërsa unë do të fokusohem në dy tema kryesore të cilat e kam si vizion për t'i realizuar. Arsyeja pse ky vizion, prej nga vjen ky vizion, është fakti se unë kam punuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Departamentin e Edukimit dhe normalisht që jam shumë e interesuar për përparimin e sektorit të arsimit dhe të fushave në të cilat ndikon ajo. Një aksion që kemi bërë në ndërkohë, kemi kontaktuar ambasadën e Danimarkës, prej të cilëve kemi kërkuar ndihmë rreth programit të empatisë, i cili është një program që zhvillohet në Danimark për më shumë se 30 vite, edhe mendojmë se në Kosovë ka shumë nevojë për program që do të trajtonte temën e empatisë për shkak të sjelljes jo adekuate të fëmijëve në komunikimin e përditshëm. Prandaj ky është një prej ideve. Ideja tjetër është Ellis Island. Ellis Island është një emër i një programi që quhet English Learning Instructional System, dhe ky është një program që e kam realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për $1.8 milion vlerë për të mësuar njerëzit anglisht të komunikojnë në mënyrë shumë elokuente. Edhe pika e fundit kisha thënë që do të jetë shëndeti mendor, ku hyn veçanërisht problemi i varësisë. Faleminderit, Ganimete, gëzim shpesh la plani vetëvendosjes për Prishtinën. Përshëndetje jetë, faleminderit që fokusi yt për Prishtinën ka qenë edhe gjatë mandatit kaluar, se duket do të jetë edhe në këtë mandat, edhe përshëndetje për gjithë kolegët të pranishëm. Para sa të flas për planin e lëvizjes vetëvendosje, dua të theksoj se jam pjesë e një liste ku bëjnë pjesë 56 personat përgatitur profesional të përkushtuar, gjysma e tyre janë gra, 3/4 e listës bëjnë pjesë për herë të parë në një garë zgjedhore, ndërkohë që 1/4 e listës janë qytetarë të Prishtinës të s'kanë qenë fare anëtar të lëvizjes vetëvendosje, por se i kanë besuar vizionit tonë. Lëvizja vetëvendosje në këto zgjedhje garon me platformën Prishtina 2035, që bazohet në 3 shtylla. Shtylla e parë është qytet funksional, shtylla e dytë është kryeqytet që zhvillohet dhe shtylla e tretë është Prishtina e Barazisë. Shkurtimisht po i përmendit të 3 shtyllat. Qyteti funksionale ka kuptimin e mobilitetit në Prishtinë, siç e dim gjithë kohë gjatë, e sidomos mandatin e kaluar Prishtina ka ngecur. Prej momentit kur dalim nga shtëpia, gjithë ditët që zhvillojmë punët, detyrat dhe veprimtarinë tonë, e deri në mbrëmje kur kthehemi ka një ngecje. Kjo duhet të ndryshoj. Kryeqytet që zhvillohet e ka kuptimin e veprimeve dhe masave të cilat kishin me ndiku që Prishtina dal nga dal për me hapat sigurt me vizion t'i afrohet të paktën qyteteve të rajonit, gjë që nuk ka ndodhur gjatë mandateve të kaluara, si dhe e fundit Prishtina e Barazisë, siç e dim, ne jetojmë në një qytet ku ka dallime të mëdha mes lagjeve. Për shumicën e pushtetarëve të deri tanishëm Prishtina ka qenë reduktuar në shesh dhe në lagjet ku banojnë ata apo të afërmit e tyre. Kjo do të ndryshojë me lëvizjen vetëvendosje, përmes kartelës së lagjes, investimet do të orientohen atje ku është e nevojshme dhe atje ku janë kërkesat e qytetarëve. Faleminderit. Tash po shkojmë te Guxo, jeton me Meti plani i Guxo për 4 vite. Faleminderit për ftesën. Partia Guxo për herë të parë kandidon në zgjedhjet lokale. Kemi një listë prej 52 kandidatëve, secili kandidat është ekspert në fushën e tij, nga fushat e ndryshme, siç është fusha e ekonomisë, energjisë, shëndetësisë, arsimit dhe arkitekturës. Siç e keni parë edhe në fushat gjatë ditëve të fundit, ne jemi fokusuar kryesisht në lagjet të cilat kanë ngjecje të jashtëzakonshme. Ne kemi vërejtur në terren se qytetarët janë të dëshpëruar, kanë ankesa të ndryshme duke u bazuar edhe në ato që janë më minimale, siç është çështja e mbeturinave, çështja e kanalizimeve që janë sipërfaqësore, por edhe pikat e tjera të cilat ne mendojmë se do të fokusohemi. Plani ynë përbëhet nga 3 shtylla. Shtylla e parë për Prishtinën është përputhshmëria urbane. Prishtina duhet të ndërtohet me standarde moderne duke ruajtur identitetin kulturor, që çdo lagje të ketë çështje të barabartë në infrastrukturë, parqe dhe shërbime.
Çdo lagje duhet të trajtohet si njësi me vete, jo si njësi e përgjithshme. Banorët e Prishtinës drejt për drejt duhet të marrin pjesë në vendimarrje për lagjen e tyre edhe për infrastrukturën të cilën ata do të dëshirojnë ta kenë me të përshtatshme. Zhvillimi dhe mirëqenia shoqërore është shtylla e dytë. Ne mendojmë se duhet të forcojmë strukturën e familjes me politika që bëjnë qytetin më të jetueshëm. Sigurisht që të sigurojmë kushtet barabarta për grup mosha të ndryshme, qytetarët duhet të vendosin për 10% të buxhetit të kapital Prishtinës, pra duhet të ketë një transparencë dhe kulturë e re e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje për buxhetin për lagjen e tyre. Shtylla e tretë është shtylla e prosperitetit ekonomik të komunës, përdorimi më efikas i resurseve të qytetit për ekonomi më të fortë, synimi është që të kemi një mirëqenie më afatgjatë për qytetarët, legalizimi dhe regjistrimi i pronave për siguri juridike është një ndër pikat të cilat ne do të fokusohemi jashtëzakonisht shumë, sepse ka më shumë se 15 vite që ky proces ka ngjecje të jashtëzakonshme dhe një pasuri e cila është paguar me djersën e qytetarëve mbetet e bllokuar dhe nuk mund të shfrytëzohet pra zhvillimi i një kapitali familjar që me vitet e tona nuk është. Koha, faleminderit jeton Qëndresa Emini prej listës Prishtina dorën tënde, plani juaj. Po, përshëndetje. Atëherë unë si një zë i ri profesionist, do më thoni përkushtuar në fushën e komunikacionit, për herë të parë kandidojmë do më thoni si iniciativë qytetare këtë vetë, me në krye do më thoni të doktor Agem Krasniqit, për kryetar të komunës. Atëherë, unë kam të përfunduar do më thonë në fushën e komunikacionit, gjithashtu jam dhe instruktore dhe ligjëruse. Atëherë, unë besoj se me angazhimin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë, kryeqyteti mund të ketë rrugë më të rregulluara, transport më publik më efikas dhe sigurisht një mjedis urban të denjë për qytetarët. Gjendja aktuale e komunikacionit në Prishtinë është tej mose e mbi ngarkume. Atëherë, unë në bazë të asaj që kam studiuar dhe kam parë këto 4 vitet e fundit, do më thonë katrahurën që është bërë në Prishtinë, atëherë mendoj që i kam zgjedhur disa pika kryesore sa i përket pjesës fushës komunikacionit që mund të ketë ndryshime bajagje të mëdha. Atëherë mendoj që formimi i unazës së brendshme me qarkullim një kahor do të ishte një zgjidhje shumë e mirë për kryeqytetin, rikonstruimi i rrethrotullimeve për qarkullim më të sigurt, krijimi domethënë i rrugëve të reja alternative për të shpërndarë trafikun dhe mos jetë kaq i ngarkuar. Gjithashtu qëllimi jo nuk është vetëm rregullimi i menjëhershëm i komunikacionit, por transformimi i komunës së Prishtinës në një qytet inteligjent dhe ekologjik. Në një perspektivë do më thonë afatgjate, ku kryeqyteti duhet të ketë transport publik ekologjik me flotë moderne dhe bileta digjitale, rrjet të integruar për biçikleta dhe komsor, infrastrukturë të qëndrueshme dhe të koordinuar me standarde evropiane, sigurisht ajër më të pastër, siguri më të madhe në qarkullim, patjetër që do të ketë, do më thonë edhe për regjistrimin e pronave, do më thonë që i kemi. Faleminderit Qëndres, Sokol Havolli, plani LDK-s për Prishtinën. Faleminderit Jeta, Prishtina është përveç bartës i zhvillimit ekonomik të vendit, duhet që ambicien ta ketë shumë më të madhe dhe këtë e kemi realizu për gjatë 4 viteve të kaluara dhe sigurisht synojmë ta vazhdojmë konceptin e rritjes së ambicjes së Prishtinës dhe kushdo që graviton në kryeqytet, në aspektin e zhvillimit, në aspektin e edukimit, në aspektin e lëvizshmërisë, turizmit, kulturës, teknologjisë e gjitha me radhë. Gjitha këto janë të reflektuara në programin e kryetarit Rama, Prishtina për tej, i cili parasheh zgjerimin e infrastrukturës duke përfshi unazën e jashtme të kryeqytetit, ndërlidhjen e rrugëve ndërmjet lagjeve, si dhe përfundimin e plot të rrugës A ose rrugës Gjim-Gjema, pastaj realizimin edhe të platformës që e lidh Arbrin me Pallatin e Rinisë, në nkalimin në rrugën Agim Ramadani që do të mundësonte edhe funksionalizimin e qarkores së brendshme, e gjitha këto me qëllim që edhe qytetarët tjerë të mos e përdorin Prishtinën si tranzit nëse nuk kanë çështjet tyre të realizojnë në Prishtinë. Gjithashtu, këto duhet të përcillen dhe do të përcillen edhe me transportin e ri publik, i cili vetë se ka fillu të implementohet, ku tani më çdo lagje e kryeqytetit është mbështetur me trafikun urban dhe kjo synohet të zgjerohet për gjatë mandatit të ardhshëm edhe në
transportin rajonal, që përfshin edhe komunat e përafërta si Obiliqi, Lipjani, Podujeva, Graçanica e të tjera, të gjitha me një bilet unike. Gjithashtu synohet të implementohet edhe zona e kufizuar e trafikut, me qëllim që të ketë sa më pak makina në qendër të qytetit, dhe gjithsesi edhe çështja e tramit elektrik që do ta lidh Fushë Kosovën me Prishtinën. Përveç kësaj pjese, juve se qytetarët veç se e dinë se ka fillu mësimi tërditor dhe kjo synohet të zgjerohet në gjithë kryeqytetin për gjatë 4 viteve tashme, me heci koha. Faleminderit, Sokol, replik, Sveçla, pastaj Besiana ka kërku. Jo për Sokolin, po për hir të opinionit, për shkak se zotëria Vulli nuk ka qenë pjesë e fushatës vitin 2021, u bo një farë dejavuje premtimet e vitit 2021, vetë se tash atëherë janë thonë nga kryetari aktual përparim Ramas, tash i dëgjuam nga zoti Avolli, duhet thënë që shumica e këtyre të cilat i përmendi zoti Avolli janë pjesë e platformës përparim Ramës në zgjedhjet e vitit 2021 dhe me keqardhje them që shumica nuk janë realizuar, këtë dëshmon edhe fakti se zoti Avolli i përsëriti të njëjtat. Sokol. Po e sakt, mund të jetë edhe sakt, sepse programi i përparim Ramës është për 8 vjet, por e pasakta në këtë rast është se nuk janë realizu, po thëtë zotëri Sveçla, ndërsa një pjesë e madhe e tyre edhe veç se janë realizu dhe janë në përfundim e sipër. Vjen mirë që zoti Avolli e pranoi që është e saktë ajo që është program 8 vjeçar, atë e ka thënë edhe kryetari Rama. Besiana. Do të gjitha premtimet të cilat i ka bërë kryetari Rama kanë qenë për 2 vjet, 3 vjet e kështu me radhë. Nëse i lexojmë mora këto do të thotë veç me arë kujtu vetës, ridefinimi i qendrës Prishtinës, parkingjet nën toksore, ndërlidhja e qendrës me lagjet, salla koncertale, Muzeu i Artit Modern e tjera, këtu asnjëherë s'ka ndodhur, as nuk kanë fillu. Po që kam vjen kaq më shumë tjetër është që kemi kriju një kulturë të konfliktit brenda komunës Prishtinës, edhe kjo mendoj që i ka penalizu mas shumë do të qytetarët e Prishtinës. Edhe që ka ne ofrojmë këto zgjedhje dhe mendoj që ka kemi tregu edhe me bashkëqeverisjen tonë për 2 vjeçare, kemi tregu që do të bashkëpunojmë me të gjithë, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Jeta, qytetarët e Prishtinës janë dëshmitar të realizimit të projekteve për gjatë 4 viteve të kalume dhe vazhdimit të projekteve për gjatë 4 viteve të ardhshme. Thash, Prishtina është qyteti një ambicie më të madhe se sa një pritore një autobusi, sepse nuk mund të vendoset pritoria ende pa u dizajnu procesi i linjës së trafikut urban. Megjithse, edhe në ato lagje ku është thënë ditëve të fundit se s'ka pritore, në fakt ka pritore. Prandaj Prishtina është qyteti i ambicjes më të madhe se sa disa çështjeve që tentohen të Ako ndacak janë trajtuar në mënyrën shkollat pa pastërta, ako ndacak janë trajtuar në mënyrën ako do të thotë të gjitha këtu janë probleme të cilat na shqetësojnë çdo ditë. Edhe do të mos më ndërhyj njëri tjetrit, mos më ndërhyj për më ndigju. Po më qenë se e bëri pyetjen për ata ndërhyra. Çështja që në vend Acak është trajtuar në mënyrë jashtëzakonisht humane dhe në mënyrë jashtëzakonisht profesionale. Mbi 2000 qenë në Acak janë largu prej qytetit. Dhe është i vetmi qytet në Kosovë po edhe në rajon që i trajton në këtë mënyrë dhe kjo është një proces që vazhdon për gjatë gjithë kohës, sepse Prishtina me gjithate graviton krejt Kosovën edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin kulturor, sigurisht kjo ka efekte edhe në fusha tjera. Prandaj trajtimi i qenëve në Acak dhe eliminimi i këtij problemi është shumë e saktë që ka qenë problemi numër 1 në kryeqytet për gjatë mandatit të kaluar, sot nuk është unë jam nëna e re dhe dal shumë shpesh me djalin me ecë në Ulpionku edhe banoj, edhe domethënë është e pamundur me dalë te parku lart sepse ki konstant qenë në Acak që i sulmojnë. Po flasim për zgjidhje sistemike. Kjo tregon për prioritetet e gabuara që i ka pas kryetari Rama, edhe unë kam shpresuar që në platformën e re kam reflektuar dhe kam i përmirësu gabimet, po tash kur po dëgjoj prapë që kemi premtime për tramvaj elektrik, për unaza të brendshme të jashtme që e dim që s'kan më realizu kur, atë vjen shumë keq. Çështja është se çështja është trajtuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe është realitet se Besian, mos i ndërhyj. Gjithë jemi dëshmitar, gjithë qytetarët e Prishtinës janë dëshmitar se problemi i qenëve ende Acak nga problemi numër 1 në kryeqytet është eliminu fare nga lista dhe kjo kërkon vazhdim të trajtimit dhe trajtim sistemik. Kjo jo që do të vazhdoj për gjatë mandatit të ardhshëm, po do të jetë një nevojë që të trajtohet për gjatë gjithë kohës. Prandaj vetëm duhet ta kuptojmë që ambicia e Prishtinës është më e madhe
më e madhe se kaq. Koha jote, drilloni njëherë, jetoni, masnej e ndriti e pastaj gëzimi. Urdhno Një drilloni. pyetje për Sokolin, a mund mi përmend 3 projekte, jo riparime e renovime, 3 projekte që i keni fillu edhe i keni përfundu gjatë mandatit ju. Vetëm 3 projekte. Për përmen ambicjen, krejt çka po flitet këtu, në projekte tyre politike, janë kryesisht administrim. Dhe me thonë, është e reduktu me krejt në prokurim publik. Specifikimi e teknike, shpallje të nderash dhe mbikëqyrje. Komuna, në fakt, në krejt planet që i vrej dhe i shë, janë të reduktume në këtë dimenzion. Nuk ka ndërhyrje, as për me kriju barazi urbane. Koha, drillon. Urdhno Sokol. Jo 3 projekte, po janë mbi 1000 projekte që janë realizu për gjatë mandatit 4 vjeçar. Janë mbi 700 rrugë të asfaltuara. Është unaza e kryeqytetit, pra ura që ka mbet vetëm edhe 5% e saj në përfundim e sipër, dhe nuk është kjo e rëndësishme a kryhet sot, a kryhet mas një jave, a është kry para 2 jave. Është përfundu rruga B, është në përfundim e sipër rruga A, por mos e harroni, mbi 700 rrugë janë asfaltu. Kemi 31 kilometra kanalizime në fshatra të Prishtinës, që janë shtru për herë të parë. Faleminderit Sokol. Po jo se ka shumë. E di, po çka shka ko? Urdhno drillon. E përmeni unazën, ajo ka fillu në kohën e mandatit kalum, dhe me thonë shumica shpërndësimet, hartimi projektit, e tjerë janë kry në qeverisin e kalum. E përmeni rrugën B, po ashtu, problemet kryesore të shpërndësimit, të hartimit projekteve, kejt këtyre janë kry në mandatin e kalum. Praktikisht edhe këto projekte që pi përmenë Sokoli kanë fillu mandatin e kalum dhe nuk kam rri asni projekt me nis mrena mandatit dhe me përfundu. Koha, Sokol. Nuk ka lidhje me mandatin e kalum as njona prej këtyne që po i thëtë. Po. 3 herë more gjatë kohës që ti e ngrite, gëzim, 10 herë. 3 herë more fjallë. Po 10 herë se 10 herë ti përmenet emni. Vetëm shumë i shkur do t'jem 10 sekonda dhe kërkoj mirë kuptim. Gjitha projektet që po i referohet mandatit të kalum, as njëra nuk ka lidhje me mandatin e kalum. Gjitha çështjet e shpërndësimit të rrugës A dhe të rrugës B janë realizu për gjatë këtij mandati. Ndërsa projekti i unazës së brendshme as nuk është fillu, as nuk është realizu, as nuk është projektu në mandatin e kalum. Jeta, po shohim se këtu ka dilema të jashtëzakonshme, domethënë Prishtinën po e trajtojnë si një qytet tamam periferik, po flasim për projekte aq të vogla sa unë mendoj që është absurde. Prishtina është kryeqyteti i Republikës Kosovës, ne akoma kemi probleme me menaxhimin e mbeturinave, akoma kemi probleme me kanalin e Kalabris për 12 vite me radhë. Është premtuar që kanali Kalabris të mbulohet, unë e di që është në proces e sipër, por është vonuar jashtëzakonisht shumë. Ajo çka na e vrem as shumë se si janë menaxhu projektet në komunën e Prishtinës është vetë buxheti, se sa të pron buxheti i Prishtinës edhe kthehen brapa. Okej, e ndriti një herë Suecia, pastaj përgjigjet. Po jeta, çështja të cilën ndoshta patjetër ta potencioj është çështja e qenëve ndacak, pasi që kam kënaqësinë dhe krenaриnë që në këtë pikë kam pasur bashkëpunim me kryetarin Rama dhe atë që thash më herët nga terreni jemi ballafaquar ne ekipa e nismës, kemi paraferësisht 4 anëtar të listës tonë që kanë qenë pjesë e procesit si të menaxheri i këtij projekti që është anëtar i listës tonë me numër 11. Andaj dua vetëm ta potencoj që nga terreni kemi qenë aty, kemi bërë një volum të madh të punës duke i larguar paraferësisht 2000 qerë dhe si shkak i blokadës të pagesave për momentin ka ngecur procesi. Derisa është e lutem vetëm 10 sekonda. Është shumë e pahishme nga parti politike të cilat kanë pasur përgjegjësi, sidomos në shërbime publike, sot ta potencojmë dhe ta ngrejmë gishtin për qenë të ndacak. Unë me vetëm një asamblesë kam qenë i përfshirë dhe kam bërë largimin e 2000 qerëve ndacak, natyrisht me kryetarin përparim Rama, mirë po të flasim. Gëzim, radha e jote. Tash unë po mundohem është me kuptu, zotin Avullin është pak e vështirë, sepse nuk është e lehtë dhe arsyeshme me mbrojt atë që ka ndodhur në Prishtinë gjatë 4 vjeçarit kaluar në krye me përparim Ramën, mirë po ka një shkarje logjike edhe në atë që prezantoi si vizioni i tij, ku thotë se Prishtina është qytet i ambicieve të mëdha, ndërsa ne vazhdojmë të flasim për mbeturina, për qendë ndacak, për kolektorin dhe për rrugët. Po në asnjë moment nuk duhet të harruar që pjesë e këtij dështimi është edhe Partia Demokratike e Kosovës, zonja Musmorati që ka qenë pjesë e ekzekutivit. Besjoni herë. Po, është e vërtet, ne ja kemi dhënë besimin përparem Ramës, ashtu që kanë dhënë edhe
shumë qytetarë Prishtinës, edhe kemi bashkëqeverisë me të për 2 vite me radhë. Krenohemi me punët e drejtorëve që që kanë qenë nga rodhët e Partisë Demokratike të Kosovës, por ajo çfarë kemi parë fatkeqësisht është që prioritetet e kryetarit përparim Rama nuk kanë qenë ato për cilat kemi fol, kanë qenë prioritete të gabuara dhe po e them prapë, e them me keqardhje, nuk më vjen mirë kur e them këtë, që po e shoh që këto prioritete të gabuara po vazhdon të përsëris prapë edhe në këtë cikël zgjedhor. Kisha dashur me shku te tema ma e nxehtë mandatin e ri të Asamblesë së Komunës që ka me qenë për zhk-ja e famshme, plani zhvillimor i kryeqytetit, plani rregullues i lagjeve edhe harta zonale. Unë po du me pa prej këtyre kandidatëve nga 2 minuta, kësaj radhe po fillojmë prej anës tjetër, se cili është plani tëne për me kalu një plan zhvillimor të Prishtinës që është bo patate e nxehtë, po ndikon në krejt Kosovën, jo veç Prishtinën, ta ndëgjojnë qysh doj me zgjidh këtë problem që deri tash, për cilin deri tash kemi pa vetëm konfliktet. Shohim, Sokol, po fillojmë për teje. Jeta e keni pa disa herë ka pas tentativ prej ekzekutivit që të hapet debati lidhur me planin zhvillimor komunal, fatkeqësisht nuk është hap, megjithatë, plani zhvillimor komunal nuk është një dokument i kryetarit ose një dokument i një ekzekutivit, është dokument i cili e trajton zhvillimin urban të kryeqytetit për gjatë viteve të ardhshme dhe aktualisht, sigur gjithë qytetarët e dim, punohet me plane të vjetra urbane. Megjithatë, në kuadër të planit zhvillimor të kryeqytetit parashihet që të përcaktohen zonat se si do të zhvillohen zonat e ndryshme të kryeqytetit dhe ky duhet të jetë një debat i hapur mes ekzekutivit, asamblesë, por gjithashtu edhe qytetarët, që qytetarët ta kenë mundësinë të reflektojnë gjitha kërkesat e tyre në kuadër të planit zhvillimor të kryeqytetit, por disa hapat ose disa elemente kyçe, të cilat vetëm se janë duke u implementuar në lagje të caktuara ku ka pas të aprovuar plane rregullative rishtazi, përfshin edhe faktin që kryeqyteti tashmë në bashkëpunim me sektorin privat për gjatë zhvillimit të projekteve të reja, për gjatë ndërtimeve të reja, parasheh që një pjesë e metrave katror të objekteve të mbesin për shfrytëzim të komunitetit, pra të jenë çështje e pronës publike, dhe kjo të mund të shfrytëzohet edhe për qerdhe, të mund të shfrytëzohet edhe për këshillat e bashkësive lokale, apo për çfarëdo nevoja që ka komuniteti dhe të përcaktohet shfrytëzimi i tyre në bashkëpunim me komunitetin. Gjithashtu, në kuadër të zhvillimeve për gjatë këtyre viteve dhe sigurisht edhe për gjatë viteve të ardhshme, norma e gjelbrimit është respektuar në përpikmëri në gjithë procesin e ndërtimit dhe në asnjë vend, në asnjë leje nuk është dhënë leja e cila mban parkingjet në hapësirë të jashtme, pra gjithë parkingu gradualisht është duke u zhvendos dhe kemi pas qindra parkingje nëntoksore të ndërtuara në bashkëpunim me sektorin privat për objektet e tyre me qëllim që të ruhen normat gjelbruese. Shëndresa. Atëherë, ne mendojmë që së pari duhet të bëhet rishikimi i planeve rregulluese të ndikuara domethënë nga partitë politike që kanë qenë më herët. Hapat dhe veprimet kryesore domethënë janë analiza e planeve ekzistuese, transparencë dhe përfshirje e qytetarëve, masa për legalizim dhe integrim të ndërtimeve ekzistuese, krijimi i një komisioni profesional të pavarur, përfshirja e qytetarëve, domethënë dhe shoqërisë civile në pjesën që të dëgjohet se çfarë ata kërkojnë, domethënë që të bëhet për një Prishtinë më të sigurt, normal për qytetarët. Sigurisht që asnjë vendim nuk duhet të bëhet në lagjen e askujt pa pas së paku një mbledhje me qytetarët e asaj lagje dhe të merren mendime dhe sigurisht që në bazë të mendimeve tyre të merret edhe vendimi për ndryshimin e asaj pjesës. Normal që duhet bëhet edhe hartimi i planeve të reja mbi standardet profesionale, transparencë dhe kontroll i rrept të jetë patjetër sa i përket personave që e zgjedhin këtë problem, transporti dhe infrastruktura urbane, qarkullimi të jetë sa më i lehtë dhe qyteti normal që të ketë funksion më të sigurt. Patjetër transportin publik modern dhe efikas. Gjithashtu mendojmë që për të zgjedhur ngërçin e trafikut në qendër patjetër duhet të ketë rrugë njëkahore dhe të formohen më shumë rrugë njëkahore. Rreth rrotullim me mbikalim, sidomos në pjesën Hajvali-Vetërnek që është një nga nyjet më të rëndësishme dhe me problematike që do të transformohet me ndërtimin e një rreth rrotullimi të madh urban, siç e kemi paraparë domethënë me ekspert të komunikacionit, që ndon qarkullimin lokal nga ai tranzit.
Pa tjetër që duhet të shikohet mundësia që të bëhen rrugë alternative për makinat hyrëse që vinë domethënë nga qytetet e tjera në komunën e Prishtinës, që të paktën që në hyrje të Prishtinës të ketë parkinge ku kanë mundësi domethënë me i lënë veturat edhe në qytet të përdoret më shumë transporti publik. Faleminderit, Qendresa, a ke dikon listë tënde, t'jujën, që është ndërtues apo fëmijë ndërtuesve? Jo, nuk kemi. Së ka njëjtë para se më shku tutje, a ke dikon listë LDK-s për asambleje që është ndërtues apo familjes së ndërtuesve? Nuk është se kam një informacion se dikush është, po nuk e kam këtë informacion, besoj që jo. Faleminderit, jeton shkojmë tutje, prit se s'ka ardhur koha replikës. Mandej diskutojmë për shto, po se cili po duni mu përgjegj, mandej keni kohën e replikës, jeton 2 minuta dhe tu për planifikimin urban. Faleminderit, jeta plani zhvillimor aktual, do më thonë shifet qartë se nuk ka qenë indikuar vetëm politikisht, po ka qenë indikuar edhe nga grupet të mëdha të interesit apo grupet të ngushta të interesit. Ne në Partinë Guxo kemi një plan të veçantë që mendojmë se duhet të fokusohemi në investimet që dalin nga sheshet, nga qendra dhe pjesa e dukshme se zakonisht investohet në këtë zonë, edhe orientimi tyre duhet jetë në lagjet periferike edhe në përfshatra. Pra ne mendojmë se aq sa ka të drejtë një dyqan në Prishtinë, qendër e Prishtinës të ketë infrastrukturën, duhet të ketë të drejtë edhe një fermer që mund të jetë në një zonë rurale për një infrastrukturë ku ai mund ta zhvillojë biznesin e tij, edhe mund të jetë një çështje domethënë e barabartë, pra një zhvillim lokal i barabartë dhe i balancuar për të gjitha palët. Ne mendojmë që duhet të kemi një përputhshmëri urbane, Prishtina duhet më ndërtu me standarde moderne, duke ruajtur identitetin e saj kulturor, çdo lagje të ketë çështje të barabartë në infrastrukturë dhe në parqe në shërbime, çdo lagje duhet të trajtohet si njësinë e vete, jo si pjesë e përgjithshme, banorët duhet të përfshihen drejt për drejt në vendimarrje, shifet qartë edhe në planet e mëparshme se banorët nuk kanë pas çështje në vendimarrje, pra banorët janë anashkaluar edhe nuk ka pas transparencë të plotë në zhvillimin e planeve zhvillimore të Prishtinës. Duhet të ketë parqe të vogla gati në çdo lagje, duhet ta trajtojmë domethënë këtë temë për shkak se ne kemi lagje ku nuk është asnjë pemë mbjellur, mund të ketë toka të komunës, mund të ketë edhe toka private që duhet të shpronsohen edhe të krijohen parqe të vogla për të moshuarit edhe për fëmijët. Gjelbrimi në komunitet është i nevojshëm, gjithashtu duhet kemi hapësirat, domethënë hapësirat e pashfrytzuara duhet të shfrytëzohen për gjelbrim, për mbjelljen e pemëve, që të kemi të paktën një ajër sa më të pastërt edhe me shumë natyrë dhe me shumë gjelbrim. Ne mendojmë që duhet rritim eficiencën energjetike dhe të ekonomisë, domethënë në përgjithësi, kështu që këto janë pak a shumë pikat që mendojmë ne staj për këtë. Jetona keni listë asamblesë dikon që jo ndërtues? Jo, nuk kemi në listë profesionistë fushave të ndryshme nga shëndetësia, arsimi, arkitektura, ekonomia dhe energjia. Masi ju s'keni duket kandidat për kryetar, po të pyes tash me shfrytëzuar rastin, a keni donator që ju finanson që jo ndërtues? Partia Guxo dhe Vetëvendosja janë në koalicion. Duke qenë në koalicion, do më thonë, ka një formë të ndryshme të përthithjes së financimit. A ki asnjë donator që është? S'keni. Nuk kemi. Gzim, plani ju i urban. Plani zhvillimor komunal ka qenë top tema gjatë mandatit kaluar dhe po e ndjej për obligim që të falenderoj gjitha asamblestët, gjitha subjekteve që ja kemi arrit pas një betejë shumë të madhe 2 vjeçare. Mos të lejojmë të kaloj një plan zhvillimor komunal i cili Prishtinën kishte me betonizu dhe kishte me bërë akoma ma pak tjetushme. Natyrisht që nuk ka zhvillim pa një plan zhvillimor komunal të mirëfillt dhe prioriteti yni është në këtë drejtim që gjatë vitit parë qeverisjes tonë të miratohet plani zhvillimor komunal me diskutim dhe debat hapër me grupe profesionistës dhe me qytetarë dhe duke mos janë anashkaluar asnjëherë grupet e interesit. E kemi shumë qartë që Prishtina nuk zhvillohet pa ndërtim. Ndërtimi duhet fokusohet në atë mënyrë që t'ja vlerësojë jetën qytetarëve. Ajo çfarë ka ndodhur vazhdimisht gjatë këtyre viteve të pas luftës është që ndërtimi ka hapur probleme të reja, ndërkohë që supozohet të ishte e kundërta. Ne premtojmë se kjo nuk do të ndodhë, Prishtina do të ndërtohet dhe do të zhvillohet në atë mënyrë që jeta e banorëve të Prishtinës të jetë më e lehtë, ndërkohë që cilësia e jetesës më e lartë. Plani zhvillimor komunal do të bëhet në atë mënyrë që nuk do të shikohet emri i pronarit parcelës, se ka shkojnë parcelat dhe ka shkon plani zhvillimit, por do të shikohet nevojat e vërteta të qytetit për një zhvillim të mirëfillt. Në këtë kuptim edhe kryetari Qeku para disa ditësh e ka thënë që synojmë që plani zhvillimor komunal mos të miratohet me një shumicë thjesht, po të ketë një konsenzus nga të gjitha grupet që eventualisht do të përfaqësohen në kuvendin komunal. Mendojmë se kjo do t'i shërbente atij vizionit 10 vjeçar që është pjesë e platformës tonë Prishtina 2035, që për pos zhvillimit të ndërtimit kishte me ngritë edhe mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi. Edhe Gzim, a keni listë asamblesë dikon që jo ndërtues?
Jo, në listën prej 56 kandidatëve nuk ka asnjë prej ndonjë familje që mirën me çështjen e ndërtimit, veç një sqarim lëvizja vetëvendosje nuk është kundër ndërtimit dhe kundër ndërtuesve, po për të qenë korrekt në pyetjen tuaj. Vetëm unë e pyes këtë pyetje jo pse ndoshta edhe emisioni jonë s'është kundër ndërtuesve, po doj me ditë sepse përshtypja për asambleista tradicionalisht është që janë mbështet prej ndërtuesve, dhe ata që e kanë çuar dorën janë pasi njerëz që po shtyjnë plane rregulluese. Çfarë përshtypje po duj me sqaru? E pata një replik në një përgjigje zoti Kavollit. Gëzim, pritëm për replik, e hapim debatin, masi që të ndigjojmë të gjithë, e pash që e pate replikin. Ganimete, plani juj urban. Për në lidhje me planin e zhvillimit të qytetit, unë mund të them për veten time se jam fillestare në këtë dijeni dhe se nuk kam histori institucionale të asaj që ka ndodhur në komunë, por mund të them një gjë. Prej krejt kësaj që po ndëgjoj këtu, fokusi është infrastruktur. Për mu, infrastruktur janë njerëzit. Ne duhet të investojmë më shumë në njerëzit, në cilësinë e komunikimit, në idetë e reja, në inovacione. Ne nuk kemi nevojë të shpikim diçka që dikush e ka shpik para nesh. Ne mund të huazojmë ide në formë shumë të lirë, sepse sot bota është bërë shumë globale dhe nuk ka nevojë të shpikim prej fillimit rrotën. Me atë mbetem që programet zhvillimore për shtetet të ngjashme si Kosova mund edhe të huazohen edhe të aplikohen në formë që të japin perspektivë këtij shteti edhe këtij qyteti. Faleminderit, Ganimete. A keni ju në listë dikon që është ndërtues? Në dijen time nuk është. Okej. Endrit, koha jote. Faleminderit. Plani zhvillimor i kryeqytetit ka qenë një temë mjaft e nxehtë këto 4 vitet e fundit në Asamblenë Komunale. Në të kanë marrë pjesë fillimisht 2 partitë politike në koalicion, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, duke na sjellur një draft dokument në emër të drejtorëve dhe ekipit punues në atë kohë. Por dhe patjetër që unë besoj që ne do t'i përmbushim obligimet ligjore, dhe obligim ligjor i Asamblesë është trajtimi i këtij plani zhvillimor të kryeqytetit, pasi që tash 4 vite vetëm ka duar. Dhe plani zhvillimor përfshin dhe e përcakton vizionin se si do të zhvillohet kryeqyteti për 8 vitet e ardhshëm. Derisa besoj që kjo temë nuk duhet të shihet me mentalitet bllokues, por do të krijojmë një mentalitet ku të gjithë dëshirojmë të jemi pjesëmarrës, sepse mbi të gjitha është për kryeqytetin, është për jetën tonë. Andaj besoj që do të ketë më shumë diskutime publike dhe uroj që secili kryetar që vjen do ta ketë një shumicë solide në mënyrë që mos të vihen në pa interesat apo pazaret momentale që mund të bëjnë një asamblesë ose një numër i asamblesëve nga etnitetet të ndryshme politike, kështu duke devijuar pastaj temën qendrore të mirë në përbashkët të kryeqytetit. Patjetër se Nisma Socialdemokrate ka qëndrimin e vet për planin zhvillimor dhe ne besojmë që po do të vazhdohet ndërtimi mirë, por me kontrollën e duhur në mënyrë që të sigurohet paraprakisht parqet, trotuarët, qasja pra mobiliteti, sigurimi i qytetit, krijimi i një mundësie ku të të familjet, nana tona, të gjithë të kenë një ambient të sigurt aty ku jetojnë. Natyrisht se një pikë e veçantë që besoj që duhet të trajtohet, duhet të jetë mënyra se si do të orientohet ndërtimi në kryeqytet, kështu duke synuar që këto çka është bërë deri tani të llogaritet si një pikë me të cilën ka përfunduar dhe zhvillimin të orientojmë në pjesë të ndryshme periferike të kryeqytetit, ashtu siç janë të zhvilluara në kryeqytetet evropiane. Drilon, a ki ndërtues mes asambleistave? M'fal, jo Drilon me drejt për ty. Nuk kam këtë jemi djame qika qytetit që njohë mirë hollët e mahallave tona. Faleminderit Drilon, koha jote. Se gjithë kanë për punishtet ndërtuesve, po shoh posterat asambleistave të partive, s'pedi ka përdalin ata. A jem të kënaqur me çka ka ndodhur në Prishtinë në aspektin e urbanizmit? Sigurisht që jo. Prej planit zhvillimor të vjetër, i cili planifikon 400.000 banorë me i pas Prishtina brenda planit i, brenda fatit planit, i cili plan ka mundësu që dikon rreth 8 lagjën, 8 punishtet të ndryshme të qytetit me u zgjeru, ku tash për 13 vjetë prej asaj kohe, ne jemi të jetu në vend punishte. Ne s'kemi lagje cilat na jo ofrojnë mundësit minimalit jetesës, nga pluri, zhurma e kamionve, problemet të ndryshme infrastrukturore, munges të parqeve, munges të shkollave,
mungesë të hapësirave rrugëve. Pra, nëse shohim kështu, Prishtina, edhe në rast se është refuzu votimi i planit, është dami i njëjtë për shkak se krejt lejet janë dhënë me planin e vjetë rregullues, dhe kjo nënkupton që jeta jo në bojë çdo herë ma e vështirë. Po ashtu, hapësirat publike kanë shku duke të kurrur gjatë gjithë kohës, pasi që nuk ka një mekanizëm, instrument, i cili shpërndson. Dhe më thonë, në krejt projekte politike që kom pa deri tash, përveç normalisht me përjashtim projektit ton, nuk kam para pa një mekanizëm që mundson shpërndësim të hapësirave ku ka nevojë për hapësirë publike. Dhe më thonë, Prishtina i ka gjysmë milion euro për shpërndësime, me gjysmë milion euro nuk mundesh me bo asnjë hapësirë, edhe praktikisht Prishtina ka me shku të i shërby pronarëve tokave, pronarëve të mbaj tokave dhe investitorëve ndërtimit, me qenë se nuk kemi një plan ose nuk kemi qasje transformuese urbane në Prishtinë. Faleminderit, Besjan, koha jote për planifikimin urban. Faleminderit, jeta qytetarët e Prishtinës e dinë që për 25 vjet në Prishtinë kanë qeverisë LDK-ja dhe lëvizjave vendosje, edhe si pasojë e këtyre qeverisjeve, do thotë e kemi gjendjen aty se ku jemi. Kështu që kur flasim për urbanizëm, duhet gjithmonë me ditë dhe me u referu këtij fakti. Është për të ardhur keq që edhe sot Prishtinë, kur i referohemi lagjeve të urbanizuara dhe të planifikuara mirë, ende flasim për Ulpianën, ende flasim për Dardaninë, ende flasim për Bregun e Diellit, si lagje që janë ndërtu vitet e 60-ta, 70-ta në një regjim do të diskriminues të Jugosllavisë, kështu që në ndërkohë këto 25 vitet pas luftës kemi ndërtu lagje të cilat janë më shumë i përngjajnë Muharrem Fezës, se janë një prej lagjeve të planifikuara mirë të Prishtinës. Kështu që kur flasim për urbanizëm duhet me pas parasysh që do të thotë kemi pas administrata në Prishtinë që kanë kalu, edhe kanë prioritizuar gjithmonë betonin para komunitetit, edhe kanë prioritizuar gjithmonë ndërtimin para banimit. Kështu që kjo ka qenë edhe arsyeja pse edhe në planin zhvillimor që është sjell nga kryetari aktual përparim Rama, kemi pas vrejtje të shumta, për këtë arsye dhe nuk e kemi përkra, edhe ne mendojmë që gjatë 6 muajve apo një viti të parë do ta bëjmë, do ta hudhim, do thotë atë dokument në diskutim publik, edhe do ta shohim se cilat janë mangësitë e këtij plani. Një prej mangësive kryesore ka qenë që do thotë ky plan i ka diku rreth me planin e kaluar do thotë janë diku rreth 3859 hektar ekzistues për ndërtim, ndërsa plani i ri ka dashur mishtu 3700 hektar të ri për ndërtim. Kështu që kur flet LDK-ja për urbanizëm edhe për ndërtim të mirëfillt, atëherë do thotë këta numra që na ballafaqojnë me realitetin. Kështu që plani jonë është ky, që ta revidojmë këtë plan me ekspertët më të mirë, gjithashtu edhe me një gjithë përfshirje të gjitha partive politike pa dallim, sepse mendoj që kjo gjë është. A keni listë njerëz që janë ndërtues ose familjar? Drilon të pyet aty, a keni listë njerëz që janë ndërtues? Jo, në përgjithësi të plotë, thonë. Okej, 2 replika i kërku gëzim, apo nisim me replikën mas pari ndaj Besjanit? Replika e dytë, zonja Musmorati tha që lëvizjave të vendosje ka qeverisë në një grup me Lidhjen Demokratike të Kosovës për 25 vite, du me theksu që lëvizjave të vendosje ka qeverisë në Prishtinë 5 vite. Në kohën kur janë shumë të leje. Ndërkohë që pjesë e kësaj PZHK-s për cilën po flasim, e që është e dëmshme ashtu si që tha zonja Musmorati, janë edhe drejtorët e PDK-s, në faqen e parë të PZHK-s janë emrat e gjithë drejtorëve të PZHK-s. Kemi kërku tash veç për sqarim të publikut, jeta është e vërtet, të gjitha emrat tonë janë aty, sepse ne në atë kohë kemi qenë drejtor, edhe çfarë kemi dhënë si drejtor janë inputet e gjendjes ekzistuese, pra unë si drejtorisha e arsimit kam treguar sa shkolla janë në Prishtinë, sa qerdhe janë në Prishtinë, kështu që kaq ka qenë inputi në këtë dokument. Faleminderit Besjan që e konfirmove, do të thotë këta nuk kanë qenë fillimisht dekonfirmova. Nuk kanë qenë nuk kanë qenë fillimisht kundër PZHK-s, mirë po kur kanë dalë prej koalicionit, e kanë pa që PZHK-ja s'ka ka bashkë qysh do. As kjo nuk është e vërtet, sepse do të është e pavërtet, prandaj më duhet të replikoj, sepse kemi pas që nga fillimi kemi pas dallime në mënyrën se si jemi qas PZHK-s dhe ja kemi bërë dallimes pranojmë maqit emrin në flet. Kryetarit përparim Rama që nuk do të votojmë dokumente për cilat pajtohemi për dallim prej lëvizjes vendosje që për shembull ka votu Badovcin.
Mos me u pajtu me diçka... Edhe planin e Kalabris. Mos me u pajtu me diçka nuk është në rregull që me figuru emrat e drejtorëve dhe nënkryetares... Ta tregova në çfarë Mos ka i ndërhyj Besion se cili... Kitë drejt ligjore që me kërku me u të rjek emri, neve dhe në draftet e fundit që na kanë ardhur para disa muaj shndrojnë emrat e juaj aty. S'është e vërtetë që kemi votu Badovcin, jemi shumë krenar që kemi votu Kalabrin. E keni votu Badovcin, pastaj një tërheqë sepse i keni ropi shmoj. Replikë Edhe shumë mirë që i keni ropi Prit shmoj. vish pak replik lidhur me qëto kërkove Sokol, mandej Gzim. Gjithë ky... Po, ka dole, se ti e kini tem 3. Lidhur me Besionën e ka një replik. Për zhk është, apet po besoj që po do të më kthyti ndërtust. Vazhdoj me qëndru përgjigjës që për aq sa e di unë asnjë nuk është në listë. Kështu që ta kujtoj nëse është. Ka dalë pak Sokol, urno pra Gzim. A din ti për na një që është? Po besoj që po shpresoj që është i sinqert, po nuk është kështu. Në realitet, në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës është djali i njërit prej ndërtuesve më të mëdhenj të komunës Prishtinës. Numri 55, Etnik Mustafa, është i biri i pronarit kompanisë Beni Dona, që jo shumë larg prej këtujt, ma pak se 1 kilometër, me të ardhur në pushtet Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike, ka pas një mbindërtim 4-5 kaç, cilin e kemi denoncu, i cili mbindërtim fillimisht na është pranu nga drejtori inspektoratit, por pastaj është kamuflu gjëja që ka qenë mos rregullim në rregull me drejtorinë e urbanizmit. Veç pak, Sokol? Sinqerisht mund të jetë ajo, por nuk e kam këtë informacion se kush është djali i kujt. Jo, nuk e kam këtë informacion, nuk e di unë kush është djali i pronarit Benidonës, por edhe në këtë situatë, pra po them se kjo ndërlidhet edhe me vetë planin zhvillimor komunal. Për faktin që është një ndërtues, ose një biznesmen tjetër, ose një profesionist, ose edhe një ekonomist, sikur që është puna ime, kjo nuk do të thotë kur gjë të keqe, përkundrazi mund të ketë kontribut shumë pozitiv në kuadër të asamblesë komunale. Mund të ketë kontribut shumë esencial, ndërsa për sa i përket diskutimit të planit zhvillimor komunal të kryeqytetit, prapë po e ripërsëris, ne kemi insistu që të hapet diskutimi, ndërsa po më vjen mirë që njëjtat fjalë po i thojnë edhe kolegët që si të fillon mandati i ri, ku vendi komunal ka më përfshi në kuadër të diskutimit. Sepse është një zotim publik, edhe këte kemi thonë për gjatë gjithë kohës, të përfshihet ekzekutivi, asambleja komunale dhe çdo qytetar në diskutimin e dokumentit më të rëndësishëm të kryeqytetit. Okej, faleminderit. Gzim. Replika që e bëra kishte për qëllim veç sinqeritet në raport me qytetarët. Do të thotë, jo që kemi ne diçka në raport me personin në fjalë, kemi me ndërtuesin kur ndërton pale dhe jashtë planifikimit, ndërkohë që përsëris atë që Veç janë ndërmarr masa në 10 raste, kërkoj falje për ndërhyrje. Atë që thash që Prishtina nuk bëhet pa ndërtues, vetë se ndërtimi duhet të jetë i planifikuar dhe i kontrolluar. Endrit. Po, vetëm parisoj, pasi që u përmend çështja e temës Kalabria, jemi shumë krenar që kemi votuar pra plan regulativ Kalabria si shkak i hallëve dhe i kërkesës së vazhdueshme qytetarëve. Në këtë pikë kemi qenë dhe kemi bashkëpunuar edhe me lëvizjen vetëvendosje dhe është fatkeqësi që sot na trazohet si diçka negative për kryeqytetin, duke pasur parasysh që edhe vetë Partia Demokratike e Kosovës ka qenë aty me qytetarët, ka ndërtuar kauzën me ta derisa deri në momentet e fundit ka qenë për ta votuar dhe në 10 sekondat e fundit Partia Demokratike e Kosovës është larguar nga seanca duke i lënë në lëq qytetarët e Kalabrisë. Faleminderit, Drilan. E lype fjalën Drilan. Veç po më intereson me ditë në planet e juve, çka keni para pa për lagjen e muhaxherëve? Ku ka më ndërtu shkolla aty? Planin e kujt jetu e pyet këto? Në krejt planet e subjekteve. Jo, s'kemi kohë për krejt, më fal. Do më thonë ti duhesh në planet, nëse flasim për planet rregulluese, duhet me ndërtu mekanizma që është dalin për kësaj situate. I ki dy situata, situatën ku s'ka ndërtim, çka duhesh me bëna atë pjesë, situatën kur ndërtimi edhe ka ngulfat hapësirën publike, dhe situatën e rigjenerimit lagjeve të vjetra. 3 situata që është dashur me ndërhyjë në jetën tonë dhe nuk kem asnjë plan për këtë pjesë. Faleminderit. Replik Sokol. Jeta, kjo është pikërisht njëra ndër elementet kryesore të planit zhvillimor të kryeqytetit për të adresuar njërin nga çështjet e ngritura prej kolegut, se një hapësirë në çdo ndërtim që shkon si përqindje i takon komunitetit. Dhe
i takon sektorit publik në fakt në këtë rast dhe komuniteti vendos se për çka do të përdoret. Pra, nëse po supozojmë e kemi një ndërtim me 5.000-10.000 metra katror të realizum brenda në një lagje, atëre metra katror të caktuara mbesin për shfrytëzim publik. Drilon? E kom pa që dikon rrët 3.5% e keni futur në rastin e dhe 5% mirë, pritet të jetë në kuadër të çka prodhon kjo situatë është ato hapësira janë private, shërbimet esenciale që përmenim, qerdhet, shkollat, e shërbime tjera publike do të privatizohen. Rrjedhimisht kjo nuk na i lehtëson neve jetën, as qytetarëve, mirë po ju krijon mundësi biznesore që aty në ndërtuesve aty për rreth. Jo, ato kthehen dhe i kalojnë në pronësi komunës dhe bëhen prona publike. Në kuadër të një zhvillimi privat bëhet edhe një pjesë pronë publike dhe shfrytëzohet për nevojat të komunitetit. Mund të jetë qerdhe, mund të jetë në 10 shërbime tjera që ka nevojë qyteti dhe të cilat i përcakton së bashku komuna me komunitetin e lagjës. Kush e pagun atë investim? E paguajnë blerës të banesave. Dhe më thonë, ke qatë investim që këta po mendojnë që e kanë marrë falë, e paguajnë blerës të banesave. Praktikisht, kjo na qetë në situatë ku do të rritë çmimi hala ma shumë për metër katror. Dhe më thonë, kjo nuk është zgjidhje, rrjedhimisht nuk pash plane cilat i trajtojnë këto probleme, qoftë hapësirave, qoftë të zgjerimit të parqeve edhe... Jetoni ka fjallën? Ne jemi dëshmitar, qytetarët janë dëshmitar që lejet e ndërtimit janë keq përdorur shpeshherë edhe pas dhënies së lejes së ndërtimit. Pra komuna nuk ka pas një dorë të fortë edhe inspektoriati që me menaxhu tamam siç duhet. Ne në Partinë Guxë kemi një plan i cili quhet lejet e ndërtimit smart, pra digitalizimi i komplet procesit të lejeve të ndërtimit. Ky plan parashet që nga procesi, nga dita e parë aplikimit deri në përfundim të procesit, gjithçka të shkojë në mënyrë të digitalizuar, sepse procesi i cili është tani për momentin i le hapësirë korrupsionit me pritje të gjata edhe të ndikimit gjatë procesit. Duke ndërtu një sistem të digitalizuar, mendojmë që duhet ta futim në një sistem i cili nuk ka ndikim të njeriut tek procesi. E-leja veç është funksionale që disa vite, e-përcjellja që e përcjell për gjatë procesit të aplikimit të çfarë do pale në kuadër të institucionit komunal, mund të përcjell në çfarë faze e ka, ndërsa sa i përket komentit të Drilonit lidhur me shtrejtimin eventual të çmimeve, unë po e adresoj çështjen në aspektin që në lagje ku nuk ka pronë publike, ka vetëm prona private dhe ka zhvillime, duhet të krijohen gjithë këto mekanizma publike dhe këto prona publike, të krijohen këto prona publike të cilat kalojnë në pronësitë komunës. E vërtet, ekzistojnë dy elemente të lejeve smart cilën unë e përmenda, është e-leja dhe procesi i aplikimit, domethënë i dosjes, përcjelljes së aplikimit të dosjes, mirë po në këtë sistem mungon procesi i kontrollit të përgjithshëm nga data e dhënies së lejes së ndërtimit deri në përfundim, ku nuk shkon bazë të një individi i cili e komisionon apo e sheh procesin, por mbazë të një digitalizimi ku i gjithë procesi është i digitalizuar. Gjithë procesi është i digitalizuar. Spore ka kërku gëzimi pas të Besjana. Urdhë? Është e vërtet që ekziston një aplikacion që quhet e-leja, fatkeqësisht në shumë të rasteve kjo aplikacion nuk funksionon ashtu si duhet, i ngarkon dokumentet dhe pas 2-3 orë thotë dërzoj fizikisht. Kjo dërzoj fizikisht e ka një prapavi sepse kryetari aktual bashkë me drejtorin e urbanizmit e herplanifikimit hapësinor se i ndrojnë pozitat ata shpesh, e kanë formu një farë kolegjiumi që është një organ paralel që vendos për kushtet e ndërtimit për secilin aplikant. Fakt është tjera e parë që po e një që nuk funksionon sistemi funksionon, ndërsa kolegjiumi është i përbër prej ekspertëve më të mirë që i ka pas kryeqyteti ndonjëherë në trajtimin e zhvillimit të kryeqytetit. Është problematike kjo qasje sepse nëse ekspert konsiderohet shefi kabinetit përparim Ramës dhe drejtor të komunës janë. Është pjesë e atij kolegjiumi i cili është i jashtëligjshëm dhe është paralelizëm total në raport me drejtorinë e urbanizmit. Fillimisht e merr lejen pëlqimin te ky kolegjium, pastaj dokumentet i përcjell drejtoritë urbanizmit. Po ky kolegjium ideja është që çdo gjë që shkon, çdo kush që aplikon për lejet ka lënë nëpër durrët e përparim Ramës dhe drejtorëve të tij. Asnjëherë nuk ka ndodhur kështu, asnjëherë s'ka qenë kaq
korruptiv ky sistem i pajisjes me leje? Absolutisht e pavërtet jeta për faktin që kolegjiumi përbëhet prej drejtorit të urbanizmit, që megjithatë është vendimarrësi kryesor, por ka edhe shumë elemente përbërëse aty, sikur që i përmenda edhe më herët, përfshi planifikimin urban, që reflektohet nga drejtori i planifikimit urban, është drejtoresha e parqeve po ashtu, që e trajton edhe çështjen e gjelbrimit e kështu me radhë, kështu që në këtë aspekt është vetëm njëra ndër trupat më profesionale ndonjëherë që ka pas kryeqytetin në trajtimin e kërkesave të qytetarëve, që të jenë të sinkronizuara në mënyrën më të mirë dokumentet. Është totalisht qasje e gabuar, nuk mundën drejtorët me lëshun leje, janë ekspertët, profesionistët e fushës që duhet me i trajtu këto, e sidomos nuk mundesh me qu profesionist fushës shefin e kabinetit, ndërkohë që shpesh herë, si pjesë e këtij kolegjiumi, si antari jashtëm është përparim Roma, që është konflikt drejt për drejt i interesit, dhe ana tjetër tha që vendimarrjen kryesore ka drejtori urbanizmit, gjë që s'është e vërtetë, sepse vendimarrja në këtë kolegjium të paktën ashtu si shkruan në vendimin për kur është formuar bëhet me shumicë të votave. Po megjithatë udhëheqjen e këtij kolegjiumi sepse udhëheqja me vendimarrjen kryesore, ju thatë që ka vendimarrjen kryesore. E shpjegova përbërjen sepse është njëra ndër trupat më profesionale. Rada Besjan. Ajo çka po e sulmoni është replikat e fundit. Besjan profesional që ka komuna e Prishtinës dhe është po ashtu shumë transparente, kërkoj falje jetë. Përderisa flasim që kemi aplikacione dhe ekzistojnë procedura e burokraci të tilla që për leje për leja e përcjellja, do thotë një raportim që e keni bërë edhe ju jeta është që për shembull në lagjen Arbëria është ndërtuar një banesë dhe ju ka dhënë leja me ndërtuar një banesë në një vend ku ka qenë planifikuar përcjellje. Edhe kjo flet mas mire se gjendja qysh ekziston në realitet edhe qysh po pretendon kryetari Roma që ekziston me aplikacione me leje e përcjellje. E njëjta është edhe për këtë faqen e fundit që e kam prezantuar, realiteti është krejt diçka tjetër, neve na prezantohet krejt diçka tjetër, por do thotë e diellja është ofër edhe besoj që të gjithë qytetarët do të reflektojnë. Shumë e lehtë është me thonë u marru që aty ku kohën i vend për të qerdhën i banesë, ose shumë e lehtë është me thonë janë prezantu projektet për në realitet që janë kërkun, na projektet i kemi prezantu një nga një dhe i kemi të bashkangjitura fotografit në gjitha këto Prishtina Works, flut në Besjan, po të ndëgjoj deri në fund këtë po flet, pa ndërhyrje. Kështu që, do me thonë vetëm po tentohet të gjuhën disa informacione të pasakta, sepse janë edhe në Prishtina Works, edhe në çdo element tjetër përfshi, në çdo komunikim të komunës, gjitha këto fakte. Shumë interesant temat e juja. Jetësore, qenësore për qytetar, po ka që kena ko, a unë ju kërkoj vullnetin e juj për transparencë, sepse pa marrë parasysh kush ka mu zgjedhë, unë mendoj që shumë për ju do t'jeni në asamble, nga ne Kallëzop.com keni me pas presione, kërkesa për qasjen dokumente edhe transparencë, ju kërkoj me bashkëpunu në 4 vitet e ardhshme, ku do që jemni, pozit opozit, keni me na u dasht si aleat transparencës. Faleminderit, ka që kishim ko për debati me udhëheqës të listave, bartës të listave ose numër 2 të listave për Asamblenë e Prishtinës, në ndeqni debatin për Prishtinën me kandidatët për kryetar Prishtinës nesër Rama, natën e mirë për sonte.